Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë të thjeshtë, është mjaft e shijshme dhe ju asiguroj që në shtëpi askush nuk do t'i bëj naze, kështu që qëndroni me mua t'i përgatisim bashkë. Në një enë do shtojmë 250 ml ujë në temperaturë ambienti ose qumësht sipas dëshirës, 7 grama ja ose ndryshe një lugë gjelle, një lugë çaji sheqer, nëse dëshironi të shmangni sheqerin mund ta zëvendësoni atë me mjalt, i cila ndihmon për aktivizimin e majas. E përziejmë shumë mirë dhe do vazhdojmë me miell, kam shtuar 500 gram miell, nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli që përdorni në shtëpi, mund ta shtoni atë pak e nga pak duke e punuar me dorë dhe duke e parë masën. E punojmë pak në fillim dhe më pas do shtojmë një lugë çaji krip dhe 2 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj lule dielli, çfarëdo lloj vaji që ju përdorni në kuzhinën tuaj. Më pas do vazhdojmë punimin me duar ose me makinë elektrike ose me rahes elektrik, me robot elektrik, çfarëdo që përdorni ju në shtëpi. Unë e përgatita me duar pasi nuk është nevoja që ta punoni shumë, mjafton të na formohet një brum i butë, por jo i ngjitur. Ashtu siç përgatisim brumin për byrek ose për pica. Ja kështu si shihni në video. Vendosim pak vaj në sipërfaqe në mënyrë që të mos na ngjisë dhe do ta mbyllim me një qese celifoni dhe me një copë ose peshqir të pambuk dhe do ta lëm të pushojë për 30 minuta. Në fakt sa më shumë pushon, aq më mirë bëhet, por nuk është nevoja më shumë se 30 minuta, mjaftojnë. Dhe pas 30 minutash do shihni që masa është dyfishuar. Në tavolinën e punës do shtojmë pak miell ose nisë shte, si të jetë më lehtë për ju, dhe do vendosim brumin që përgatitëm dhe do ta ndajmë në pjesë të barabarta. Çdo pjesë do ta formojmë në formë e kulaçkave të vogla. E mira është t'i bëni në të njëjtën madhësi. Unë me sy i kam bërë, nuk i kam peshuar, kështu që si të jetë më lehtë për ju. Nuk duhet të harroj pa thënë se nëse jeni i ri në kanalin tim, unë ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë. Si që shihni, unë i kam formuar kulaçkat e vegjël dhe më pas i kam lyer me susam. Nëse dëshironi që të ngjisni më shumë susam, e mira është t'i lagni pak me ujë, kështu do marrin më shumë susam, kështu siç kam vepruar unë. Nëse nuk e preferoni susamin, mund të mos e shtoni, por bëhen shumë herë më të mira. Ose mund ta zëvendësoni me fara lule dielli ose me fara lini, gjithsesi bëhen shumë të shijshme. Mua më pëlqen dhe e kam bërë me susam. Pasi i kemi gati, i vendosim në tavën e pjekjes, ku poshtë duhet të vendosni patjetër një letër pjekjeje dhe do t'i lëm të pushojnë për 10 minuta, më falni, duke i mbuluar me një pecet të pambuk në mënyrë që të mos thahen. Pas 10 minutash do t'i japim formën me ndihmën e një gote, kështu si po shihni tani në video. Që gotat mos ju ngjis, mund ta lyeni me pak vaj, kështu siç kam vepruar unë. Nuk dua të lë pa shtuar se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë mund të ma shkruani në koment. Gjithashtu unë po përfitoj nga rasti për t'ju falenderuar nga zemra për të gjithë komentet tuaja, për të gjithë like dhe shpërndarjet që i bëni videove të mia. Nuk e keni idenë se çfarë motivimi jeni me të gjithë mbështetjen tuaj në çdo video që unë postoj. Siç e shihni, unë këtu po bëj mbushjen e tyre, kam zgjedhur djath, salam të cilën e kam ndarë në copa, mund të zgjidhni çfarë të dëshironi, nëse doni mund të shtoni edhe pak salcë poshtë tyre. Unë nuk vendosa salcë dhe thjesht e mbusha me ato çka ne preferonim. Pra salam, unë kam shtuar edhe speca të cilët janë shumë të pëlqyera nga të gjithë ne, kam shtuar edhe pak ullinj dhe domate të kuqe të ndara në copa.
por mbushjen sigurisht mund ta bëni sipas dëshirës suaj. Dhe në sipërfaqe përsëri pak djath, këto pjesët që bien poshtë gjatë mbushjes së mira është t'i largoni, pasi gjatë pjekjes ato digjen dhe marrin shumë aromë jo të këndshme e gjithë tava dhe janë gati për në pjekje. Ne do t'i pjekim direkt, pra nuk është nevoja që të pushojnë më. Unë i kam pjekur në 220 gradë në furrë të parangrohur për rreth 20 minuta, 25 minuta, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni. Unë ju sugjeroj që ti përgatisni pasi janë vërtet shumë të shijshme, janë pambuk të buta, qëndrojnë të buta edhe pasi ftohen dhe janë një ide shumë e mirë për t'i marrë me vete edhe në shkollë ose në punë, pra janë të përshtatshme për çdo vakt. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqen kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Për ju mund të jetë shumë e lehtë, ndërsa për mua është shumë e rëndësishme mbështetja juaj, kështu unë do kuptoj që ju i pëlqeni videot e mia dhe do vazhdoj të postoj edhe receta të tjera në ditët në vazhdim. Mos harroni të lini përshtypjen tuaj në koment për këtë video dhe nëse ju i përgatisni në një mënyrë tjetër mund të na shkruani gjithashtu. Faleminderit.